Atëherë si vjen skuadra e Elbasanit para kësaj ndeshje? Situata është si gjithmonë, situata është e mirë, ne jemi gati, veç Bledar Lila akoma nuk është 100%, edhe Djallos, të tjera ne jemi rregull, edhe presim nesër në ndeshjes. Vora ju ka mundur fazën e parë në shtëpi, si e prisin kësaj here? Po, neve kemi shumë respekt edhe era parë për Vora edhe tani. Ata fitoj era parë 2-1, du në ndeshje fundit Vora luaj shumë mirë kundër Shkodra edhe kundër Ignatia, kemi shumë respekt patjetër si për çdo kundërshtar. Patjetër nemi vetëm mendoj si do luajm bukur, do bëjmë maksimumi në fushë edhe do marrim maksimumi pikat. Kjo është ideja jonë, pastaj fusha do t'rregojë gjitët e tjera. Duke parë çurin pozitive të Elbasanit, ndronin do pak euforisë? Eufori kemi patjetër, por nuk kemi eufori budaleqe, si do them. Ne kemi në tokë, gjithë ai di, stafi, lojtare, direktorët, kampionati është shumë e gjatë, kampionati është shumë e fortë, akoma nuk kemi nuk më do të them gjysmë kampionati, nuk kemi marroj gjysmë kampionati, domethënë kemi edhe 2 ndeshje deri fundit vitit, domethënë gjithë është apo edhe nuk kemi shumë euforik. Jeni mbrojtja më mirë e kampionatit, shihni atë si Chelsea në suksesi deri tani? Po, patjetër, nëse jam korrekt e drejt, ishte gol avantazh ishte 15 me 6 apo me 7, domethënë 15 golla shënon, 7 peson. Ne jemi deri tani më mirë edhe patjetër jam kënaqur edhe jam kënar për skuadrën. Jeni në vend të parë dhe 3 ndeshje nga fundi i vitit, te synoni titullin kampion dimri? Neve mendoj pozitiv, kemi ambicie gjitha, lojtarët, stafi, jemi në rruga duhur, por nuk dua do flasim për kampion apo për titulli kampion, neve vetëm mund të flasim për në ndeshje radhasi. Në ndeshje radhasi është shumë e rëndësishme për ne, është Vora, pastaj javë nga javë kur marroj vitit 24 dhjetor, do zoti pastaj mund do qesh edhe pak.